historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme. Është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër. Ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës son, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumëfishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativat rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshojë botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëjë një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj dhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerëspyjeve, i kemi pasur lajtmotiv dhe i kemi lajtmotiv të punës son. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura nga konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira e sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër, për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë.